Mëngjesi kësaj të martë nisi me lëkundje, një tërmet me magnitudë 4.4 ball goditi Shqipërinë. Epiqendra ishte 16 km në veriperëndim të Tiranës dhe 12 km në jugperëndim të Krujës. Sismologu Rapo Omeri thotë se ky lloj tërmeti nuk ka asnjë lidhje me atë që ra më 26 nëntor të vitit 2019. Ky tërmet ndodhej larg zonës së tërmeteve më parë. Nuk ka nevojë për panik, sepse ka qenë një tërmet pa rrezik. Pasti janë shënuar mbi 10 pas goditje dhe më e madhja ka qenë 3.4. Tha Omeri, teksa shtoi se lëkundjet u ndjen në Krujë dhe Durrës. Nga ana tjetër, sismologu nënvizoi se lëkundjet më së shumti u ndjen në zonën afër epiqendrës dhe tek pallatet e larta. Këto tërmete a janë ndikuar edhe nga thatësira? Përmendi tha se kjo bie poshtë pasi Shqipëria është një vend me aktivitet sismologjik. Ai përmendi edhe disa nga zonat më të rrezikuara që preken nga tërmeti. Zona perëndimore, Shkodra, Lushnja, Korça e Dibra janë ndër zonat më të rrezikuara për të prekur nga tërmeti, tha ai, ndërsa theksoi se tërmetet kanë ciklin e vet dhe të tilla tërmete se në 2019 bie një herë në 100 vjet.